13 nëntor 2025 jemi në ditën e Jupiterit. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do t'ju flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Kjo ditë është e ndarë në dysh. Pjesa e parë e kësaj dite është vërtet e vështirë, kemi vështirësi për të përqendruar, duke qenë se hëna do të ketë kënde negative si me Merkurin, po ashtu edhe me Marsin. Kjo na bën vërtet shumë kritikues, mund të kapim pas detajeve, duke munduar dhe stërmunduar që të gjejmë rrugën e duhur për të bërë diçka, do të humbasim kohë sepse do të jemi shumë të pavendosur. Kjo pavendosmëri do të na detyrojë që të bëjmë punët në momentin e fundit dhe për këtë arsye, gjatë pjesës së parë të ditës mund të përballemi me vërtet shumë probleme të rëndësishme, sidomos në lidhje me jetën tonë profesionale. Këtë arsye do të këshilloj që të përmbaheshin përgjegjësive, dhe sado i vështirë që të jetë përqendrimi, nëse marrim gjërat një nga një, çdo problem do të duket më i vogël. Ndërkohë që pjesa e dytë e ditës, duke filluar nga ora 14, tashmë do të jemi shumë më të lirshëm. Hëna do të krijojë një kënd pozitiv me Venusin. Kjo do të ndikojë në mënyrë pozitive në moralin tonë dhe si rrjedhoj do ta kemi shumë më të thjeshtë që të ndjehemi më të motivuar për të qëndruar brenda përgjegjësive. Kjo do të na shtyjë edhe të socializojmë më tepër si rrjedhoj, mund të marrim edhe ndihmën e personave që kemi rreth rrotës. Edhe këshilla për këtë ditë është shumë e thjeshtë. Pjesën e parë të ditës mjafton që të përmbahemi detyrave tona të domosdoshme, ndërkohë që ato që janë të rëndësishme dhe kemi vështirësi për të çuar deri në fund, mund të lëmë pjesën e dytë të ditës. Gjitha komunikimet e vështira do të këshilloj të linim për pjesën e dytë të ditës, duke qenë se dhe logjika jonë do të punojë në mënyrë më efikase. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.